Për 20 minuta. Unë besoj se gjithë ju e dini atë shprehjen që thot e dua Platonin, po më shumë dua të vërtetën. Po ta ktheja mbrapa sot, do thosha, mua më vjen keq për gjithë ju. A tha prap njëri sot të vërtetën këtë parlament? A foli njëri në dobi të interesit publik? A foli njëri në dobi të shqiptarëve sot? Po ç'a ndodhi prap sot, siç ka ndodhur prej disa seancash apo gati 2 vjetësh të parlament? U bë një garë dëmesh. Kush e ka dëmtuar më shumë Shqipërinë? Kjo palë apo kjo palë? Në fakt kjo garë bëhet për dje. E kush ishte gara sot e përsëritur apo e ri parë? Kush I ka kriminalet më të padukshëm? Kush ka futur më pak njerëz me president penal? Kush nga ata që ligji I dekriminalizimit duhet I kapi, po me rrugë s'po I kap për shkak të një pakti ndërpartijak, ka trafikuar më pak? Kush ka shitur më pak drogë? Kush ka vrarë më pak? Në fundit kush ka kriminalet më të butë? Kjo do thotë që gara e dëmeve ka për të vazhduar. Qa u tha prapë sot? Sepse ishte një pikë që u folë për çështën e energjisë elektrike. Kush ja u ka shtirur shqiptarëve më shtrenjtë energjinë elektrike? Partia Demokratike apo Rilindja? Kush e ka dëmtuar më shumë konsumatorin? Kush nga 2 palët? Edhe për një investim që ka ardhur sot, një investim që lidh Shqipërinë me Kosovën për të shkëmbyer energji elektrike, këtu u grindën palët. Në fakt ky është një investim për cilin s'ka arsye të grindet, se një palë ka nisur, një palë me shumë gjasa apo e bitis. Edhe kjo grindje e shtyhu. Do të shëmaruar ndoshta para 4-5 vjetësh. Ka 4-5 vjet që shtyhet. Kjo pra është arsyeja që, siç thash, vjen keq për të gjithë ju. Po më shumë vjen keq për të vërtetën, sepse vërteta këtë parlament nuk po del. Edhe një pikë e cila ka ardhur sot, dua të them 2 fjalë, që përpiqet të trajtoj çështjen e tokave bujqësore, që është një problem themelor në Shqipëri, e që përpiqet të vendosë një normë. Dhe që qeveria ka propozuar për mendimin tim pa drejtësisht. Edhe kjo pikë ç'a bën? Shtyn masakrën e trajtimit pronave në Shqipëri apo tokave bujqësore. Shtyn datën e masakrës, me afat pa caktuar. E kam thënë dhe duhet e përsëris. Iku Saliu në vitin 2013. E ka ikur Saliu. Ka 20 vjet që asnjë nga fjalitë e tij unë se besoj. Por një fjali në fakt ja besoj që e thot, edhe ka filluar ta thot më shpesh. Ai thot unika. Por unë vazhdoj të qeveris. Por kjo është e vërtet fatkeqësisht. Saliu ka ikur, por metoda e qeverisjes së Saliut vazhdon. E apo jo them 2 fjalë për ligjin për 2 akte që kanë ardhur sot për shtyrjen e afatit pronave, apo të ndarjes tokës bujqësore. Ç'a bëjnë këto akte, që ta dinë njerëzit? E shtyn coptimin e tokave. E shtyn. Ushqen korrupsionin në Shqipëri. Ka 20 vjet gjyqtar të Shqipërisë, kryetar komunash, këshilltar, kryetar bashkish tani së fundit, do ja them pse. Ushqen duke dhënë tapi të tokave që si kanë. Ligji famshëm 7501 vazhdon të funksionojë. E kush janë efektet e tij sot? Toka Shqipërisë coptuar. Pronarët nuk kanë shpresë se do marrin ato që I takon. Shohin që bëjmë një ligj për ata. Një ligj pa drejt sigurisht, që nuk ja u kthen pronën, po ja u tjetërson. Ndërkohë dikush që merr një letër nga I kryetar komune se e paguan, apo nesër nga I kryetar bashkie sipas këtij akti. Ai merr pronën e atij që nuk I kthehet. Edhe kush janë efektet e kësaj? E para këto akte nuk japin fund çështjes së kthimit të pronave në Shqipëri. E dyta pa drejtësisht, ato japin mundësi enteve lokale, bashkive, të abuzojnë me tokat publike apo tokat e ish-pronarëve. E treta, çka është më e rëndësishme, kjo është një amnisti për abuzimin, sepse mëson administratën qoftë të re apo të vjetër, që gabimet e saj, abuzimet e saj, korrupsionin e saj në 25 vjet, ne mund vim parlament dhe të shtym, të japim një afat tjetër. E katërta, I themi pronarëve se atyre
nuk do të shtyhen afatet e aplikimit për tokat që i takon. Kurse atyre që nuk kanë tokë fare, dhe ndoshta nuk i takon, ne a ushtojmë afatin e aplikimit. E ku është të standardi? E pesta, çka ka shumë sens edhe është një batërdi për fat keq. I themi gjithë investitorëve që mund të vinë në Shqipëri, që këtu çështja e pronave edhe e tokave do vazhdojnë mbetet e pazgjidhur. Edhe sigurisht e dita sot për të bërë një pyetje, kur do mbaroj efektin ky ligj 7501? Kur do mbaroj efektet ky ligj? A ka kjo klasë politike një mundësi të japi fund 7501 sepse për shkak të tij dhe për shkak të efekteve të ligji, tokat bujqësore e Shqipërisë po coptohen akoma dhe kësaj dite, sot e kësaj dite. Sepse çfarë ndodh sipas këtyre akteve? Për gjitha rastet ku paska konflikte gjyqësore, këto janë shumë, kur dikush ka marrë tokë pa drejt me i firmë kryetari komune, dhe gjykata ka vendosur që ai ishi pa vlefshëm, kjo tokë kthehet, pra kjo quhet tepritës në fondin ton tokave. Po kjo tepritës kush i shkon? Kujt i shkon? Ky ligj nuk e thot. Kujt i shkon teprica kur dikush humb tokën që ka përfituar pa drejtësisht me 7501? Këtë tepritës kush e merr? Shteti? E merr një mik i kryetarit bashkisë? Apo kjo kthehet në një të mirë publike që shërben interesit publik dhe fton një investim privat? Vazhdon. Kush do ketë drejtën me këtë akt që miratojmë sot ti ndaj këto prona, këto toka bujqësore, po them, kryetarët e bashkive? Po ditë të fundit u provua që disa prej tyre fatkeqësisht janë njerëzit më të degraduar në Shqipëri, më të degraduar. Se si mund besoj unë që ata kanë drejtësi dhe sens dhe standard për ndarë me drejtësi ato të copë toka që kanë mbetur. Kjo është e pamundur, sepse atyre ka rënë morali. Mund ndajta me drejtësi toka që kanë në territorit e tyre, nuk besoj. Ja pra se si i vazhdon. Metoda qeverisë së Aliut vazhdon akoma dhe pas Aliut për fat keq. Po një nga pika që duhet ngres sot është se si thërmimi i tokës që vazhdon, i kësaj prone, publike apo private, nuk ka rëndësi, cënon direkt interesin publik dhe investimet publike në Shqipëri. E do ju marrë rast sepse. Po ju marrë rast shumë larg, Maqedoni. Ç'a ndodh në Maqedoni? Maqedonia ka krijuar 14 zona të lira ekonomike. Prap Maqedoni po shkoj, për shumë shkurt. E t'ja u citoj se si janë zonat e lira ekonomike aty, sepse çështja këtu është që si ka mundësi, nuk po arrim dot, të ndërtojmë një model ekonomik i cili prodhon progres, prodhon vende pune, prodhon mirëqenie, edhe rrit shpresën që ky vend mund bëhet i jetueshëm. 94 hektar është një nga zonat ekonomike në Tetov, më duket. 26 hektar në Strug, rreth 300 hektar. 3 zona ekonomike në Tetov, në Shkup, në Shkup. Këto hektar, a mund të më thoni të kujt janë? A mendoni se ata ja u kanë lënë këtyre kryetarëve të bashkive që ndrojnë nga 4 emra, edhe ka thënë coptojni ju, edhe kur t'ju vini investitorë i thoni Patrik mos u bësi ne? Sigurisht që jo, pra. Ja pra këto janë politika që ne nuk i kemi. Dhe po shkojmë më keq, se po thërmojmë edhe ato pak. Toka, si pastoria jonë më e madhe, bashkë me detin dhe me ajrin, edhe me nën tokën, po i thërmojmë dhe ato. E kujt po e lëm? As kujt. Po e lëm kryetarëve të bashkive për të thërmuar njerëz që kanë provuar që nuk kanë një sens drejtësie edhe zhvillimin këtë vend, dhe nga ata po i çojmë gjykatat. Edhe po fusim me mirave në konflikt, sepse nëse ka një akt apo disa akte që kanë quar më shumë shqiptar në Varreza, e di kush janë aktet e ndarjes pronave. 8.000 shqiptar. 8.000 shqiptar nuk janë vrarë, nuk e di as. Nuk e di çfarë lufte. 8.000 vet nga konfliktet e pronave sot brit. 8.000 vet. Edhe mua vjen keq sepse kur i tha po Patrik mos u bëj shqiptar, tha kishte parasysh ty. I tha po Patrik mos u bëj si Sadriu. Kështu i tha. Patrik i tha mos u bëj si Sabriu. Mund vjen keq për ty, po jo për atë.
Patjetër. Tani, unë besoj që ka ardhur koha të flitet të parlament, se qeveria nuk besoj se e kam plan. Nëse ka në i gjë, apo nuk ka në i gjë në Shqipëri që po shkon mirë. Më thoni një gjë që po shkon mirë, një gjë. A ka më shumë papunësi? Më shumë ka. A është rritje ekonomike si që pristim? është shumë më keq. A është borxhi më i lartë? Apo më i ulët? është shumë më i lartë. A ka inflacion mjaftueshëm që na jep mundësi të konsumojmë sa duhet, e të mbrojmë vendet e punës? Përkundrazi, 0,3% për 3 muaj rresht. Në prag deflacioni. Apo konsumojmë më shumë ne? Po konsumojmë më pak? Dhe të pyetja është çfarë po shkon më mirë? Jo vetëm në aspektin ekonomik, po rreth parë modelin që po japim shoqërisë. Çfarë modeli po japim? Si ka mundësi dy partitë më të mëdha të Shqipëri grinden prap? Kush i ka kriminalët e vet më të butë? Kush i ka kafshë e egra më të buta? Si ka mundësi? Çfarë modeli japim ne të rinjve të Shqipërisë? Të ndrojnë emrin e 4 herë? Të kërcënojnë? Të përçmojnë? Të abuzojnë? Të jenë njerëzit më mediokër komuniteteve të veta, edhe për arsye se janë me këtë palë apo me këtë palë bëjnë kryetar bashkish. Ky është modeli i degradimit, edhe i rrënimit moral të shoqërisë. Edhe këtu nuk ka, nëse ka njerëz që qeshin me këtë degradim, janë ata që e stimulojnë atë. Janë ata që e stimulojnë, nëse heshtin dhe nëse e stimulojnë këtë degradim dhe këtë rrënim moral. Edhe pastaj themi pse ikin shqiptarët nga Shqipëria. Ja pra pse ikin. Po si mund të jetosh në një bashki që qeveriset nga një mediokër? Si mund të... Sadri, nuk po ta vërmen emrin, as ty as aty. Si mund pranosh? Si mund pranosh që ky rrënim kthehet në normë, Sabri? Si mund pranosh? Që kjo shoqëri po bëhet çdo ditë më e vogël, se nuk po bëhet më e madhe. Kemi qenë 4 milion banor para 25 vjetësh. 2.8 para 3 vjetësh. E di sa jemi sot, jemi më pak se kaq. Po pse po bëhemi kaq pak? Çfarë na mungon ne, Sabri? Çfarë na mungon ne? Dielli, apo ajri, mineralet, nafta, tokat, zejet. Ta them unë që na mungon, na ka munguar edhe po na mungon. Kjo është vetëm një gjë, qeveria e Shqipërisë. E vetmja gjë që na mungon, gjitha pasuritë e tjera i kemi. Na mungon vetëm një gjë, mënyra se si qeverisemi. Si jemi qeveris, edhe si po qeverisemi. E do ta mbyll me atë historinë e Patrikut, se më pëlqeu në fakt. I tha Patrik, mos u bëj si ne. Sigurisht që ky kryeministri jon ka tentuar të jetë vetë bëhet francez. Ose ka arrit dot. Nuk do të jetë shqiptar, se i thot Patriku mos u bëj shqiptar, apo jo? Kështu i tha, mos u bëj shqiptar. I përçmon shqiptar, janë tembel. Po ka një mundësi. Francez nuk bëhet dot, shqiptar s'do të jetë. Të paktën të bëhet Makedonas. Në shkuptim. Të japi mundësi Shqipërisë të ketë sa zona lira ekonomike. Të ketë një 6.000 vende pune në vit. Të thithë investimet huaja. Dhe mos përfundojmë në atë pikë që përfunduam. Që po na shiten gjitha setet tona të shtrenjta. Po na shiten sepse i ka rënë vlera. Sepse nuk fitohet sa duhet. Sepse s'ka garanci. Dhe sepse investimet e huaja nga Shqipëria po zbohen për shkak të paaftësisë dhe për shkak të mediokritetit. Edhe kjo është fataliteti i Shqipërisë. E thash deri do ta mbyll. Nuk na mungon dielli, as ajri, as toka. Vetëm një gjë na mungon. Qeverisja. Se kemi. Edhe për një vit paktën jo.